Të nderuar shikues e dëgjues, përshëndetje, selam aleikum. Ja ku jemi së bashku edhe këtë javë me Z Podcast. Jemi akoma në muajin e Ramazanit. Dhe do ndalemi pikërisht këtë javë për këtë pjesë dobit e agjerimit Ramazanit të përgjithësi, agjerimit specifikisht gjatë këtij muaji në aspektin shëndetësor, dhe për këtë temë kemi të ftuar doktor Lis Kusarin, cili ti dëshiroj mirëseardhje. Lis, mirëseardhje. Mirësevgjë, faleminderit. Ka ekzistuar një mit më herët në fushën e mjekësisë se agjerimi e lodh pacientin, e dëmton, e trullos e kështu të ngjajshme. Sa qëndron kjo? Po, vërtet ka ekzistuar, ka qenë për shkak ndikimit në kohët më të lashta, ka qenë komunizmi, ka ndikuar edhe tek profesorët e mjekësisë, ka ndikuar te mjekët e ndryshëm, do të thonë kanë pasur atë metodën që ateizmi është zgjidhja, edhe prandaj edhe ato urdhrat e tyre apo mendimet e tyre i kanë veshur prej asaj ideologjie. Ka ekzistuar, domethënë kanë thonë që agjerimi do të thotë e lodh agjeruesin, e dëmton, do të thotë në një farë mënyre janë mundu me i largu. Por sot me zhvillim, nuk qëndron as pak, nuk qëndron, për shkak që me zhvillimin e mjekësisë si shkencë, do të thotë si një shkencë e mirëfillt, domethënë pa ndikime prej dogmave të ndryshme, është vërtetuar që agjerimi do të thotë ka dobi shumë të shëndetësore, është më së i dobishëm dhe as në mënyrë nuk shkakton ndonjë dëm apo ndonjë lodhje, përveç të ndonjë rasti të caktuar, të izoluar, domethënë të një sëmundje shumë të rëndë që edhe ne vetë si mjek musliman nuk e preferojmë agjerimin, por në shumicën e rasteve, domethënë 99.9% të rasteve agjerimi përveç se urdhërohet, domethënë përveç se sugjerohet, edhe japet që ka dobi të ndryshme, ka edhe përmirësime të sëmundjeve të ndryshme. Në fakt nuk është që nuk lodhemi ose nuk trullosemi kushtimisht, po them. Lodhemi, por është ajo lodhja e mirë, është ajo lodhja që ka lodhje të mirë, do të thotë. Që po mendoj që ka benefite të mëdha që ajo është vetëm mjet ndoshta për të arritur diçka. Po, në kuptimin e lodhjes, tash nuk duhet ta marrim ta sqarojmë kuptimin e lodhjes se si domethënë agjeruesi lodhet në një masë caktuar që nuk mund ta themi që të mos agjeroj. Do thotë ajo lodhje që nuk është që e ndalon prej aktiviteteve të ndryshme, ajo lodhje që përveç se në farë mënyrë e përmirëson gjendjen e tij dhe nuk e dobëson gjendjen e tij. Do thotë nuk është një lodhje që ne do thëmë që të mos agjeronte personi i caktuar. Po gjatë mos ngrënies diçka ndodh, shtohet, diçka paksohet, diçka çka realisht sipas aspektit. Gjatë agjerimit ndodhin shumë procese në metabolizmin e organizmit. Do thotë siç e dim, metabolizmi është gjithmonë aktiv, siç e dim, do thotë organet e ndryshme gjithmonë funksionojnë edhe funksionojnë me ndryshimet që bëhen, do thotë prej marrjes së faktorëve të jashtëm. Një prej faktorëve të jashtëm është edhe ushqimi, do thotë pija, ajri, kështu me radhë që hyn në organizëm. Kto shkaktojnë ndryshime në organizëm edhe në një farë mënyre e determinojmë se si duhet funksionojë organizmi. Për shembull, në rast se pacient do thotë agjeruesi, do thotë agjeron, e shohim që ndryshimet fillojnë shumë të mëdha, si në qarkullimin e gjakut, ku prej mosmarrjes së ushqimeve të ndryshme në gjak, do thotë edhe bakteret që gjenden në gjak apo në gjithë organizmin janë më të paushqyera. Si më të paushqyera ato dobësohen. Edhe kur dobësohen bakteret, atëherë aktivizojnë imunitetin, domethënë qelizat imunitare, leukocitet e ndryshme, imunoglobulinat forcohen duke ndikuar që do thotë sepse kanë më të lehtë të luftojnë bakteret që janë më të dobta, edhe kjo është sistemi edhe i vaksinimit, do thotë ne marrim bakteri të dobësuara në mënyrë që të rritet imuniteti. Gjithashtu edhe gjatë agjerimit, prej baktereve të dobësuara, të paushqyera sa duhet, do thotë e dobësojnë, do thotë e forcojnë sistemin imunitar. Gjithashtu edhe në vitin 2016 është marrë çmimi Nobel për zburimin e proceset të autofagjisë. Do thonë që qelizat e zbërthejnë vetveten, e tretin vetveten, në një farë mënyrë janë të programuara, janë të krijuara qelizat që të rindin të zhvillohen, do thotë në një farë mënyrë të vetë shkatërrohen të plagën dhe të vetë shkatërrohen. Kjo ndodh, do thotë kjo te qelizat e dëmshme ndodh tek në rastin e agjerimit.
mbetëm ta themi edhe tek melçia, do thotë melçia si organ është njihet si laborator i organizmit. Do thonë që i zbërthen materiat ushqyese, do thonë prej një më të përbërë në atë më të thjeshtë, për shembull proteinat, aminoacide kështu me radhë. Do thotë edhe në këtë rast kur nuk marrim ushqime të caktuara. Kur nuk marrim do thotë ushqime jo vetëm të caktuara, por gjitha ushqime nuk marrim gjatë ditës të agjerimit, atëherë këto fillojnë melçia të zbërthej edhe ato toksinat që i kemi në organizëm, do thonë të materiat të dëmshme që kemi në organizëm, ku tretet do thotë yndyrat në organizëm, tretën ato që janë të depozituara. Edhe siç e dimë ne, yndyrat e depozituara kemi të depozituara edhe materie të dëmshme. Gjithashtu, arrum të cekem që edhe tek zorët, do thotë zorët gjatë agjerimit fillojnë të pastrojnë vetveten. Fillojnë të pastrojnë, do thotë, dhe të përthithen edhe shtresat që gjatë jo agjerimit, do thotë gjatë ditëve që hajmë, do thotë marrim ushqim të caktuar dhe i mbi ngarkojmë ato me ushqim. Do thotë nuk i lëm që ato të pastrojnë vetveten për shkak që i mbushin përsëri. Kurse tek lukthi do thotë gjatë agjerimit bën që edhe mu qetësu lukth, do thotë është fjala gjithmonë për një lukth të qetë dhe të shëndosh, do thotë ku ulet edhe niveli i acidit klorhidrik në të, për shkak që niveli i tij rritet, do thotë për shkak të ndikimit nervor dhe psiqik që njeriu dëshiron do thotë të hajë ushqim apo përgatitet për të ngrënë ushqim. Do thotë kur ne vetëm se kemi bërë me dije vetë se nuk do të hajmë atë, do thotë mbie niveli i acidit klorhidrik në lukth që parandalon edhe ulçera të ndryshme. Gjithashtu kemi edhe ruajtjen e veshkave, do thotë që nuk ndikojmë që ato të pushojnë, dhe të mos dëmtohen, për shkak që nuk kanë edhe toksina sasi të madhe që të pastrojnë. Pastrojnë gjakun, vetëm do thotë pastrojnë disa herë të njëjtin gjak që nuk ka marrë më shumë toksina apo materie të dëmshme. Metabolizmit dhe yndyrave ndikon diçka te këto? Po, te metabolizmi i yndyrave agjerimi ndikon në rritjen e LDL-s, domethënë ose kolesterolit të mirë, low density lipoprotein. Çfarë është kolesteroli i mirë? Kolesteroli i mirë është lipoproteinat me densitet të ulët. Do thotë kjo tregon që kisha me thonë që do thotë me densitet të lartë, do thonë HDL-ja është kolesteroli i mirë, që ndikon që të rritet kjo, edhe në një farë mënyre e përmirëson gjendjen, ul nivelin e kolesterolit në përgjithësi, rrit kolesterolin e mirë dhe ul kolesterolin e dëmshëm apo të keq. Do thonë që është me densitet më të ulët, do të thonë që në një farë mënyrë e dëmton organizmin. Edhe kjo bën që pastaj edhe të lehtësohet edhe qarkullimi i gjakut, bën edhe sepse kur ka nivel më të ulët të kolesterolit, atëherë gjasat më të vogla janë të shkaktuar si arterioskleroza, arterioskleroza, do të thonë që janë dy sëmundje të ndryshme se kanë emër pak ngjajshëm. Pastaj edhe në një farë mënyrë parandalon edhe infarktin, edhe shumë do thotë sëmundje tjera parandalohen me përmirësimin e nivelit të kolesterolit në gjak, të cilin e bën agjerimi. Agjerimi do thotë parandalon infarktin nëpërmjet kësaj që përmend. Kjo vetëm një mekanizëm, agjerimi e parandalon infarktin edhe me mekanizma të tjerë, ku profesorët e shkencave mjekësore apo si themi shkencëtarët e mirëfillt mjekësor kanë marrë përfundim që gjatë agjerimit për shkak që bradikardisë shkaktohet apo rrahje me më të rralla të zemrës, ruhet zemra, do thotë ka pauza sekondëshe, por që kur mbledhen ato, do thonë është llogaritur rreth 14.000 herë rrah më pak zemra. Do thotë për një agjerim të një Ramazanit, muajit Ramazanit, do thotë ruhet zemra që është më e re për disa vite. Edhe kështu, pastaj zemra që është më e re dhe më e fortë, sidomos e parandalon, do thotë si infarktin, si anginën pektorës dhe shumë sëmundje tjera. Do të thonë kjo është mekanizmi i dytë, kemi edhe shumë mekanizma të tjerë që agjerimi ndikon në parandalimin e përveç sëmundjeve të zemrës, do të thonë pastaj ndikon edhe tek hipertensioni, do thotë ku ulet edhe
niveli i tensionit në gjak, stabilizohet tensioni i gjakut, sepse tension paraqet shtypja që bën gjakun në arteret periferike, pasi njohim ne sot si tensioni arterial. Edhe tash kur ulet niveli marrjes së ushqimeve, si sasi dhe langjeve, do thotë bie edhe niveli do thotë i shtypjes që bën gjakun në arteret periferike, që në një farë mënyrë e stabilizon dhe nuk ka nevojë për antihipertenziv, do thot për barna që e ulin në atë kohë. Do thot preferohet për ata që janë të smurë të mirën në iftar dhe në sifir, por do thot gjatë ditës e kanë më të, do thot janë më të përshtatur dhe ndikon që të stabilizohet hipertensioni. Kur po flasim për dobit shëndetësore të Ramazanit në përgjithësi, është fjala edhe për agjërimin e formës tonë, meqense kemi agjërime edhe të formave tjera, siç është ajo vetëm me ujë ose vetëm me një lloj ushqimit e të tjera. Sot në botën e zhvilluar, do thotë në botën perëndimore, shpresojmë që edhe ne të bëjmë pjesë edhe vendet islame të bëjmë pjesë dikur. Do thotë po ka klinika të caktuara që merren vetëm me trajtimin e smundjeve të ndryshme me agjërim, me fasting. Do thotë ata e njohin disa lloje të agjërimit. Por studimet përfundimtare, studimet e këto ditëve kanë ardhur në përfundim se agjërimi më i plot, më i mirë është agjërimi që e bëjmë ne. Do thotë agjërimi i plot prej mëngjesit hershëm deri në pse çka e bën atë më të mirë? Do thotë për shkak që ne ndalojmë gjitha llojet e ushqimeve, do thotë nuk kemi një ushqim të ndryshëm. Do thotë siç kanë për shembull te krishterët, ndalojmë vetëm mishin apo yndyrat, ndalojmë vetëm një lëng apo një pije të caktuar apo të tjerët. Do thotë te këto është orë në përfundim që është do thotë mënyra më e mirë është në mënyra islame. Sado që tentojnë të mos ta thonë këto, do thotë është trajtuar shumë smundje të ndryshme si dhe smundje të rënda që janë trajtuar me anë të agjërimit. Do thotë kjo njihet vetëm si metodë në për vende perëndimore. Prandaj edhe ky agjërimi jonë, do thotë që është agjërimi islam, gjithmonë që drejtohemi atij, do thotë është do thotë më i preferuar dhe në një farë mënyrë kjo është edhe e mrekulli, do thotë për shkak që është obligim dhe vjen përfundim që Doktor Lis, a ka dobi agjërimi tek njerëzit me çrregullim të peshës? Flasim edhe me ata me nën edhe me mbi peshë. Po. Te personat me çrregullim peshës, do thotë sigurisht që ka dobi dhe sigurisht që është e përshtatshme, por sot në botë do thotë vuajmë prej obezitetit shumë, do thotë një numër shumë i madh. Obeziteti ka qenë edhe më herët, por në kohën tonë do thotë është i rritur për shkak të keq ushqyerjes, për shkak të marrjes së ushqimeve do thotë të tepërta dhe të panevojshme, ushqimeve si do të thonë fast food, ushqime të shpejta që i quajmë. Do thotë ka ndikuar që të kemi sa më shumë persona me mbi peshë, edhe sigurisht që dobit e agjerimit, agjerimi do thotë ka dobinin këto, për shkak që stabilizon nivelin e sheqerit në gjak të këta persona, ul do thotë nivelin e kolesterolit, kolesterolin e mirë, ul kolesterolin e dobët që e thamë edhe më herët, do thotë ndikon një farë mirë sepse këta kanë varshmëri të ushqimit. Do thotë edhe ndikon edhe te largimi i varshmërisë sepse mund të duroj për një kohë të caktuar, atëherë bind veten që mund të duroj edhe pas iftarit, do thotë ushqehet, por të marr ushqime të panevojshme. A janë të mjaftueshme 30 ditë për ta përvecu këtë edukim ndaj trupit, ndaj ushqyerjes? Unë besoj që po, 30 ditë janë më se të mjaftueshme, nëse agjërohet ashtu si duhet, do thotë kisha pas edhe do thotë këshilla ndaj agjërimit, do thotë se agjërimi do duhet bëhet ashtu si duhet, do thotë përveç agjërimit prej syfyrit deri në iftar, pa ngrënë pa pi dhe do thotë rregullat e caktuara, atëherë kishim bë edhe kishim pas edhe me këshilluar që edhe iftari të jetë si duhet, do thotë mos teprohemi në iftar, iftaret filloj me një hurmë, një gotë ujë, pastaj një pauzë pak, foljen e namazit të akşamit, do thotë pastaj vazhdojmë një supë, diçka të lehtë, do thotë sigurisht këto më shumë do të flesin nutricionistët, por më që edhe fushat e mjekësore nuk mund mi do me thik, do thotë atë e mësojmë edhe ne, do thotë edhe ka ana psikologjike, ato e mësojmë edhe ne, ka ana psikiatrike, kështu me radhë. Do thotë
që do thot pas namaz të akşamit të hahet një iftar i lehtë, një ushqim, pastaj shkon teravit, në një farë mënyrë kemi aktivitet, edhe aty të lëvizim, do thot rritet qarkullimi i gjakut, tretet ky ushqim që e kemi marr pas një kohë. Këtu te obeziteti po ata qef mundojnë, është interesant, kemi një barcelet atje në qendër klinike universitare që tregojmë ne, pas ka shku një vajzë do thot me mbi peshë, pak e plot. Me një shoqet vet ka shku tek mjeku edhe i thot sepse obeziteti harrova ta ceki se llogaritet me BMI, Body Mass Index. Është formulë që tregon që mbas peshës, do thot mbas gjatësisë duhet të jetë një peshë e caktuar. Në momentin që është pesha më e madhe sa e gjatësi, atëherë ka obezitet. Do thot apo obezity high, obezity do të thonë obezitet i lartë. Varësisht për gjatësisë personit edhe përcaktimi i peshës. Po, për sa këto thë pesha, unë këto po e them lirisht se edhe vet i takoj do thot persona me obezitet në një farë mënyre. Kjo vajza tash shkon me shoqen e vet tek doktori dhe i thotë doktor, unë mbas kësaj llogaritje sa duhet të isha e gjatë, din? Doktori i thotë ti 3 metra. Edhe kjo tash e kthehet ka shoqja e saj, i thotë a peshe, thotë unë nuk jam metrash, unë vetëm pak e shkurtë. Edhe do thotë një farë mënyre, kjo është, obeziteti është sot, në ditën e sotit një problem i shprehur, që apagjërimi është një farë mënyre në ndikimi më i madh do thotë që ta përmirësoj këtë gjendje, që të mësohemi që mundemi edhe pa ato, sepse nuk është që ushqehemi aq shumë, po ushqehemi edhe në mënyrë të panevojshme edhe hajmë ushqime të dëmshme, do të thonë që janë të ngopura me yndyrna, të ngopura me sheqerna. Do thotë merret një sasi shumë e madhe, kur e dim se në kohët më të lashta marr një sasi më vogël e sheqerit, do thotë që merret sa. A mund të jetë kjo arsye që në fund të Ramazanit disa prej personave dhe të mos zgjaten mjaftueshëm, respektivisht të shtojnë peshë, të shtojnë peshë më shumë në fund të Ramazanit? Po, ata nuk dalin me përfundim që nuk janë trash, po janë shkurtupa. Po, ka mundësi të marrin do thotë peshë në Ramazan, për shkak që agjërimi në varet edhe si bëhet. Do thotë për të pasur rezultat, sidomos tek obeziteti, agjërimi duhet të ketë rregulla të caktuara. Do thotë siç e përmenda tek iftari, do duhet me përmend që edhe i syfyr duhet të jetë i lehtë, duhet me ushqime të rënda në syfyr. Do thotë vetëm konsumohet ujë sa më shumë, edhe kjo më ndiku që mos me pas, domethënë mos me dëmtu organizmin ton duke marrë ushqime të tepërta. Edhe në një farë mënyrë nëse i përmbahem një agjërimi që në një farë mënyrë edhe pas iftarit deri në syfyr të jetë një lloj diete, atëherë unë besoj që do të përmirësohet edhe pesha e personit. Doktor, cilët janë pacientët, kategoritë e njerëzve që duhet të kenë kujdes nëse veç vendosin të agjërojnë? Kategoritë e pacientëve që duhet të kenë kujdes nëse vendosin të agjërojnë janë kategoritë me sëmundje kronike dhe sëmundje të rënda, si do thotë që prej tyre kërkohet edhe fetarisht po edhe shkencëtarisht, do thotë ka ana mjekësisë, kërkohet që të marrin mendimin e mjekut tyre, mjekut personal që e përcjell gjendjen e tyre, që të tregojnë se a mund të agjërojë apo jo. Këta për shembull janë ata me diabet të tipit të parë, që është shumë e rëndë agjërimi, do thotë me sëmundje kardiovaskulare për që kanë insuficiencë zemrës, me sëmundje do thonë insuficiencë të veshkave, insuficiencë renale si quajmë ne, apo me do thotë me sëmundje onkologjike, si janë kanceret, do të thonë që në stadet e përfundshme. Tek këto shumë në rasteve edhe nuk lejohet agjërimi për shkak që dëmtojnë vetveten. Do të thonë se Allahu nuk na ngarkon ata çka nuk mund ta mbajmë, por edhe do thotë këto në raste të izoluara dhe personalisht duhet të diskutojnë me mjekun e tyre që ai t'ju tregojë se a munden apo s'munden ta agjërojnë. Sigurisht do t'ja cekim edhe mjekut se sa është e rëndësishme për ne agjërimi, do thotë jo t'i them veç mund ta agjëroj edhe menzis presim të thotë ai jo, do thotë ja shpjegojmë se çfarë vlerë ka agjërimi tek ne. A ka raste kur doktor Lisi i thot pacientëve të mos agjëroj? Po, në këto raste do thotë nëse pacientat këto kategori që i ceka më lart, do thotë që ju rrezikohet jeta, atëherë ne e dim që edhe është do thotë më e preferueshme që të mos agjërojnë ata nëse i bojnë dëm vetes, nëse do thotë gjendja e tyre përkeqësohet dhe nuk përmirësohet, atëherë edhe ne do thotë i themi
që të mos agjerojnë. Për shumicën e rasteve, zakonisht jemi rastet që ata mund të agjerojnë edhe pse kanë smundje kronike të rënda, por vetëm duhet ta rregullojnë kohën e terapisë, duhet ta rregullojnë mënyrën e agjerimit, kështu me radhë. Elise, përmendëm në fillim pjesën e lodhjes dhe agjerimit. Sa ndikon kjo lodhje edhe në pjesën e profesionalizmit, studimit ose edhe punës, performancë? Atëherë, mendoj që jo, nuk është që ka ndikim të madh dhe nuk është që ka ndonjë lodhje gjatë agjerimit, bile madje se vetë kemi qenë student dhe gjithmonë kemi, do të thotë, edhe diskutime me studentë ndryshëm, kemi diskutime me kolegë profesionistë mjekësorë dhe jo mjekësorë, që na tregojnë, do thotë, se gjatë agjerimit janë me të kthjellët në një farë mënyre, do thotë sepse ushqimi i tepërt që e marrim ne, edhe ajo shkakton lodhje. Do thotë se lodhja më e madhe kur marrim ushqim sa kur s'marrim. Pse ashtu? Do thotë për shkak se qarkullimi i gjakut shkon lodhë. Do thotë dhe kur marrim një ushqim, do thotë siç dim ne në sasi të madhe, atëherë kjo shkakton përgjumje, shkakton lodhje, do thotë, siç e dim tash me rastin do thotë me iftarit nëse e teprojmë. Do thotë këto shkakton një farë lodhje që kjo nuk lejon në profesionalizëm, kurse agjerueshëm, do thotë, është, mu mendoj se është edhe më e lehtë për studentët, më e lehtë edhe për... Realisht, orët e fundit të para iftarit janë më pak koncentruara se sa orët e para, ndoshta. Ka një farë, nuk e di nëse hyn te lodhja ose te mungesa performancës saktësisht, po ashtu mundet me qenë për shkak se bie ndoshta edhe niveli i glikemisë, sheqerit në gjak, do thotë dhe fillon të harxhohen edhe molekulat e energjisë, adenozin trifosfati. Do thotë kjo ndikon, do thotë, te orët e fundit apo ka fundi i agjerimit, por jo në fillim, do thotë jo gjatë ditës, se gjatë ditës jemi edhe me energjik. Kurse ka fundi kjo ka edhe urtësinë e vet, për shkak që e kemi edhe gëzimin e iftarit pastaj. Edhe kjo të ndikon edhe te lirimi i hormonit serotoninës, hormoni i kënaqësisë. Pastaj edhe normal, përputhet me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që thotë gëzimin, do të thonë agjuzi ka dy gëzime, në iftar dhe në ditën kur del para Zotit, do thotë këtu është ajo e parë, do thotë gëzimi i iftarit. Këtu lirot hormoni serotoninës që do thotë agjeruesi. Pikërisht, ishte në fakt një lodhje dobishme. Në podcastet e kaluara kemi pasur një psikolog që shpjegonte bukur këtë pjesë që ishte lodhje e nevojshme madje për shëndetin mendor. Doktor Les, kur po flasim për dobit e Ramazanit, ne po fokusohemi vetëm te agjerimi, por po harrojmë edhe një dimension tjetër që është në agjerimin tek muslimanët. Gjatë Ramazanit, gjatë ditës është fjala, janë të ndaluara edhe marrëdhëniet intime, që ndoshta flitet pak, a ka dobi mjekësore edhe kjo pjesë e ndalimit apo jo? Po, me që një farë mënyrë tek ne është edhe tabu, nuk është fol për këto. Atëherë ka dobi edhe ndalimi i marrëdhënieve, do thotë gjatë agjerimit, për shkak se gjatë agjerimit do thotë jemi pa ushqim, ashtu, do thonë, siç e thatë më herët, bie ka lodhje, bie niveli i adenozit trifosfatit. E dim që gjatë marrëdhënieve shkaktohet, do thotë, lodhje e madhe, do thotë, sepse harxhohet energji e caktuar. Si te meshkuj ashtu dhe femra, si gjatë ejakulimit apo dhe gjatë orgazmit, do thotë lirohen adenozin trifosfati harxhohen, do thotë molekulat e energjisë, do thonë që shkakton një lodhje të madhe. Dhe pas asaj lodhje do thotë preferohet vetëm pastrimi dhe të ushqyrit, kurse gjatë ditës ne nuk mund të ushqemi, kështu që do thotë është një urtësi shumë e lartë, do thotë është një që mund ta dimë ne, se mund të ketë edhe shumë urtësi tjera të të madhe Zot, atëherë është që do thotë që të mos ndodhë kjo lodhje, të mos ndodhë dobësimi i agjeruesve, prandaj në një farë mënyrë është ndaluar edhe kjo. Ato është shumë urtësi tjera. Po dëgjojmë raste kur agjerimi ka lidhje edhe me kancerin. Çfarë lidhje ka, si ndikon ajo me ta? Te kanceri kanë thonë, do thotë profesorët e shkencave mjekësore, shkencëtarët mjekësor, kanë thonë që ndikon edhe te preventiva, edhe tek do thotë ngadalësimi, ndikon edhe te trajtimi, do thotë që në vendet perëndimore, për shkak si ndikon te preventiva, për shkak se shumë ushqime që i marrim ne sot, do thotë që i marrim gjatë ditës, i marrim të ndryshme, do thonë kohët kur nuk është Ramazan, kemi marrim edhe substanca kancerogjene, do thonë që janë dëmshme. Te këto substanca kancerogjene,
Do thonë tek substanca kancerogene, do thonë një farë mënyrë e stimulojnë zhvillimin e kancerit, pse nuk dihet etiologjia poster e kancerit se si është. Do thotë kemi substanca që supozohet mbas studimeve të fundit që këto e stimulojnë zhvillimin e kancerit tek një person. Do thotë gjatë agjerimit ne nuk marrim ato substanca kancerogjene. Gjithashtu gjatë agjerimit pastaj edhe nuk marrim as sheqer as ushqime të ndryshme. E dim që do thonë qelizat kanceroze, qelizat maligni, do thotë në farë mënyrë ato ushqehen me sheqernat me ushqimet që i marrim ne. Do thonë dhe ato kanë nevojë shumë më të madhe për sheqerna se sa qelizat normale. Edhe kur ne agjerojmë, kur ne e ndërprejmë, do thotë marrjen e ushqimit për një kohë të caktuar, dëmin më të madh e bëjmë qelizave maligne, qelizat kanceroze. Në një farë mënyrë dëm i bëjmë vetëm atyre, sepse qelizat normale janë të projektuara që do të thonë t'i rezistojnë edhe mungesës ushqimit. Kurse qelizat kanceroze, do të thonë i ndalim zhvillimin e tyre edhe i ndalim përhapjen e tyre. Gjithashtu edhe tek trajtimi mundemi të thonë se do të thotë në vendet e zhvilluara ku mjekësia është e zhvilluar, pra si në Turqi edhe nëpër Evropë kështu me radhë, perëndim, është bëhet edhe si trajtim, do të thotë ky agjerimi islam apo edhe ato llojet e ndryshme, që do të thotë se në një farë mënyrë do të trajtohet pacienti me stadiet e fillestare të kancerit. Do thonë përveç trajtimeve tjera siç me radiologjike edhe me kemoterapi, do të thotë merret edhe do thotë me agjerim të mos të marr ushqime të ndryshme, mos të marr sheqerna. Do thotë kjo që ka e vërtetë, pa është dikun që një mjek preferonte një pacienti agjerim të ndërprerë. Është kjo e ngjashme me këtë agjerimin fetar që praktikohet e ne? Agjerimin do të thotë kjo është e ngjashme me agjerimin fetar, po tash agjerimet jo fetare do të thotë ato mund të zgjasin kohë të ndryshme. Do të thotë për shembull mund të jetë disa orësh, mund të jetë 24 orësh, mund të jetë vetëm me një ushqim të caktuar me kështu me radhë. Por ajo çka ka në përfundim, do thotë ajo çka jemi ne këtu të themi është se agjerimi i plot, do thotë agjerimi vërtet që e bëjmë ne, do thotë ky agjerimi fetar islam, do thotë është ka dobi më të mëdha se sa një agjerim i caktuar kur marrim vetëm ujë. Këto mund ta dim edhe tek persona, do të thonë edhe praktikisht, kur nëse një ditë nuk kemi ngrënë mëngjes, do thotë është shumë më e lehtë për ne, do të thonë nëse jemi duke agjeruar, është shumë më e lehtë për ne do thotë të kalojmë edhe drekën pa ngrënë, sepse nuk e ndjejmë urinë aq madhe. Kurse nëse një ditë ushqemi, do thotë mëngjes, dhe hajmë sidomos nëse hajmë ushqime të ëmbla, do thotë e shohim që mbas 1-2 orësh, do thotë kemi për të uritur shumë më shumë se sa ky që ka filluar me agjerim të plot. Do thotë prandaj edhe kjo agjerim i plot i joni, do thotë është shumë më i përshtatshëm se sa agjerimet që ato janë vetëm agjerimet që testohen, do thotë provojmë këto, provojmë ato, do të thonë janë si barat mjekësore që çdo herë janë duke u testuar, duke u ndryshuar. Le cilat janë disa nga këshillat që ti kishe me i sugjeru shikuesve për të kaluar një Ramazan sa më të mirë? Do thotë përveç agjerimit që ti përshtatemi, do të thonë në farë mënyrë të kalojmë një agjerim të shëndetshëm. Do thonë përveç agjerimit që iftari të jetë ashtu siç e thash, pra me një sasi të caktuar të kalorive të mos teprohet. Që duhet të kemi aktivitete sa më shumë, mos jetë Ramazani, do thotë muaj që do të pushojmë gjatë gjithë ditës. Do thonë se në një farë mënyrë e tregojmë në një farë plagështie të panevojshme, sepse plagështia e tërheq plagështinë. Pastaj duhet edhe të kemi kujdes, do thotë të përmbahemi edhe rregulla të tjera fetare siç janë, por ka ana mjekësore ndikon edhe në psiqikën e pacientit, do të thotë psiqikën e agjeruesit. Do thonë që në një farë mënyrë të bindim veten që ne mundemi edhe pa ushqim, mundemi pa diçka të caktuar. Kjo na ndikon në anën psiqike. Ti personalisht ke vërejtur ndryshim tek pacientët agjerues dhe jo agjerues. Mos bën ndarje në këtë formë, por sa për rast studimi. Po, në një farë mënyrë pacienti që agjeron, pacienti tregon një lloj edhe karakteri më të fortë. Tregon edhe një lloj, do të thonë fortësie, do thotë që nuk është i varur. Do thotë tregon që mundet edhe pa ushqim e lëre më pa diçka tjetër të caktuar. Ndikon shumë. Por kisha dashur me thonë edhe për shembull te këto tash
vetëm duhet kemi kujdes, për shembull edhe tregtinë edhe këto mos i bëjmë, do të thonë me çunë edhe jam nga Gjakova, do thotë edhe një këshill ekonomike, do thotë mos blejmë ushqime të ndryshme, do thotë mos shkojmë në markete kur të jemi agjerueshëm. Për shkak se sado kudo ndikon në mendjen tonë, logjikën tonë që të marrim më shumë, kështu që marrim gjëra që nuk i hajmë. Edhe nëse i hajmë janë dëmshme për neve, për shkak që marrim sasitë më të mëdha sa që duhet, po edhe nëse nuk janë do të thotë një farë mënyrë kemi bërë dëm, për shkak që merret diçka që është e panevojshme apo padobishme. Një farë mënyrë bëhet masraf. Një këshill ekonomike mjekësore dhe fetare në fund, e bukur. Lis, jemi edhe ka fundi i Ramazanit. Si e preferon daljen nga Ramazani, vazhdimin pas Ramazanit? Sigurisht me këto këshilla që përmendëm deri tash, si të vazhdohet më pas? Po, në një farë mënyrë, tash edhe këto është të përmend aty tek ethet traumatike, do të thotë ndikimi i ethet traumatike, do ku thuhet agjerimi ndikon nëse bëhet diku më shumë se 30 ditë, do të thotë 35, 40. Kjo përputhet shumë me neve, do të thotë si traditë që kemi, do të thonë sunet të dashurit tonë pejgamberit alayhis salam, do të thotë që të agjerohen edhe 6 ditë, do të thotë pas Ramazanit. Sepse organizmi në një farë mënyrë është mësuar me këtë trend. Do të thotë dhe duhet edhe të vazhdohet agjerimi edhe atyre, do të thotë është më e përshtatshme që gradualisht pastaj të fillojmë të përshtatemi me sistemin tjetër, do të thonë me ngrënien e 3 vakteve. Do të thotë mos në një farë mënyrë mos të kalojmë direkt, edhe me pas kujdes do të thotë që edhe ditën e Bajramit, na e dimë që është ditë feste, ditë e ëmbëlsirave, ditë e ushqimeve të shumta, do të thotë kemi kujdes. Do të thonë të dimë të vendosim një vit kuqe. Sado që kudo që shkojmë mysafir, secili ka dëshirë të ofrojë ëmbëlsirën që ka përgatitur, atë baklavën, sidomos të ne që është simbol, do thotë mos të dimë që të mos ta teprojmë me to. Do thotë të marrim, do thotë ëmbëlsira kështu më radh, sepse është ditë feste, por me një kohë caktuar. Do thotë kjo njihet edhe në vendet perëndimore si Cheat Day, do thotë dita që e shfrytëzojnë, do thotë, po mos të teprohet, do thotë edhe në Bajram, kurse pas Bajramit më një preferoj që ditën e dytë Bajramit fillohet me agjerimin e ditëve të Shevalit, që të mos dëmtohet organizmi më një herë me ushqime, por të vazhdohet përsëri me agjerim. Kuptohet si ibadet, jo vetëm si dietë, se mos keq kuptohen. Qartë. Lis, falenderoj për gjitha këto që i ndave sonte me neve. Ne të mirpresim edhe herë tjera në Z Podcast. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Dashur miq, është kjo epizod i radhës se Z Podcast. Uroj të keni kaluar çaste të këndshme dhe mbi gjitha të dobishme. Ne me kaq që përmbyllim deri në episodin e radhës. Mirëmbëjtje, natën e mirë, selam aleikum.